Ndërkombëtarizimi është në fokus të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali dhe në këtë kuadër, gjatë kësaj jave janë organizuar konferenca ndërkombëtare dhe kurse shkencore me temën shkenca e të dhënave dhe inteligjenca artificiale. Aktiviteti u organizua nga profesori i matematikës në Universitetin e Washingtonit, Artur Elezi, si dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, profesor i asociuar Miftara Mosaço, me mbështetjen e rektores Aurela Saliaj. 3 profesorët e ardhur nga Amerika dhanë kontributin e tyre rreth të rejave të shkencës dhe të fokusuara kryesisht tek inteligjenca artificiale dhe me synim për ta bërë atë pjesë në arsim dhe mësimdhënie. Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, Miftara Mosaçaj, thotë se qëllimi mbetet rritja e kapaciteteve dhe qasja me njohuri të reja, siç është inteligjenca artificiale. Rritja e kapaciteteve shkencore të stafeve akademike është synimi ynë kryesor. Qasja me zhvillimet e reja, problematikat e reja të fushës shkencore dhe akademike kërkon patjetër edhe updatimin me njohuri të cilët i përkasin të ardhme, siç është inteligjenca artificiale. Patjetër që kjo do të ndikojë dhe pjesëmarrja në këtë mini kurs është patjetër e shumë pritur nga të gjithë ata të cilët kanë njohuri fillestare ose të një niveli mesatar, sidomos të fushën e statistikës apo në fushën e matematikës dhe informatikës. Por janë të mirëpritur edhe të gjithë ata të cilët kërkojnë që të kenë një horizont më shumë, një dritare më shumë për të parë zhvillimet bashkëkohore në këtë drejtim. Në fokusin e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, sipas dekanit Ramosaçaj, pritet që të hapen disa programe që do të zhvillohen plotësisht në gjuhën angleze. Ai thotë se ato do të jenë të fokusuara në informatik dhe matematik, me styre dhe programe të përbashkëta me Universitetin e Barit në Itali. Në fokusin e zhvillimit të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore janë dhe programet e tjera të cilët kërkojnë që të zhvillohen në këtë fushë, të cilët do të jenë tërësisht në gjuhën angleze dhe do të kenë të mundur, do të jetë mundur që të marrin pjesë jo vetëm studentë të cilët janë studentë bashkëkombëtar, por edhe studentë nga vende të tjera, dhe kjo do të jetë një nga arritësitë e cila shpresojmë që do të fillojë qysh nga viti që vjen. Kryesisht në computer science, në shkencat kompjuterike, matematikë dhe në arkitekturë, janë disa bashkëpunime të cilët janë jo vetëm me Universitetin Amerikan, por edhe me Universitetet e Barit në Itali. Kemi disa programe të përbashkëta të cilët patjetër që do ta kenë fokusin e zhvillimit të tyre, shpresojmë shumë në shtatorin e vitit që vjen. Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Miftara Mosaçaj, ka edhe një mesazh për maturantët e këtij viti që të zgjedhin Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore. Ata janë të mirëpritur dhe të ndjekin studimet edhe qasjet që do të ofrojë Universiteti i Vlorës do të jenë ato bashkëkohore. Shumë shpejt këto programe do të marrin jetë zhvillimi, kontributi i profesorëve nga të dy anët, qoftë universitetet në Itali apo në vendet e tjera atyre të Amerikës, patjetër do të jetë eficient dhe kjo do t'i japë një shtysë të re zhvillimeve dhe tregut të tyre të punës, kërkesën që ka tregu i punës dhe përshtatjen e diplomave të këtyre studentëve me këtë treg pune. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali dhe Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore do të vijojnë të thellojnë ndërkombëtarizimin në bashkëpunim të frytshëm me universitete të ndryshme europiane deri edhe në Amerikën e Largët.